Konfliktet mes tërmiturve në shkolla janë kthyer në një nga shqetësimet më të mëdha për shoqërinë shqiptare. Rastet e shumta të dhunës janë shënuar në institucionet arsimore në të gjithë vendin, sidomos përgjatë 2 viteve të fundit, disa prej të cilave fatkeqësisht kanë përfunduar dhe në mënyrë tragjike. Kujtojmë se në 2 tetor 2025, pranë gjimnazit Ibrahim Rugova në Kams, një sherr mes 5 nxënësve përfundoi me 2 të plagosur me thika në krahëror. Njëri nga të miturit kishte plagë që i preku mushkrin dhe u dërgua me urgjencë në spitalin e ndërsa tjetri mori plagë në të lehta. Policia identifikoi dhe shoqëroi personat e përfshirë në këtë konflikt. Ndërkohë, në 8 janar të 2024-s, një përleshje ndodhi në ambientet e brendshme të gjimnazit Qemal Stafa në Tiranë. 2 nxënës të moshës 15 vjeç që ndodheshin në klasa paralele u konfliktuan brenda në klasë për motive të dobta, ku njëri nga nxënësit përfundoi me plagë në këmbë. Një ndër rastet më të rënda është ai i 18 nëntorit 2024 pranë shkollës 9 vjeçare Fannoli në Tiranë, ku 14 vjeçari Martin Cani u godit me thikë në zemër gjatë një konflikti mes 2 grupe adoleshentësh. Një ngjarje u përfshin 4 të mitur, mes tyre edhe shoku i viktimës Luis Meçe, i cili mbeti i plagosur rënd. Njëri prej adoleshentëve i dyshuar si autor mori plagë dhe u dërgua në një spital privat, ndërsa një tjetër u shoqërua nga uniformat blu. Konflikti kishte nisur më herët në rrjetet sociale dhe degeneroi në përdorimin e thikave. Martini, pjesë e ekipit të futbollit Dinamo U15, ndërronte të bëhej sportist profesionist, por jeta e tij u ndërpre në moshë fare të re. Një tjetër rast ka ndodhur në ambientet e shkollës 9 vjeçare Koljakova në Tiranë, ku një 14 vjeçar u plagos me thikë nga bashkëmoshatari i tij pas një debati për motive banale. Konflikti nisi gjatë pushimit të mësimit dhe përfundoi në ambientet e jashtme të shkollës. Një tjetër rast është shënuar në Fier, ku një 17 vjeçar u plagos me thikë në krah nga bashkëmoshatari i tij në gjimnazin Mustafa Hoxha në fshatin Cakran. Sipas burimeve, konflikti kishte nisur për shkak të postimeve në rrjetet sociale. Në shumë raste, konfliktet kanë patur fillesë në rrjetet sociale ose kanë qenë mbijimi për plasjeve të mëparshme pas grupeve rivale nxënësish. Përballë rritjes së incidenteve në 17 prill 2025, qeveria shqiptare miratoi një vendim për forcimin e masave të sigurisë në institucionet arsimore. Sipas këtij vendimi, çdo gjimnaz ose shkollë arsimit të mesëm profesional me mbi 80 nxënës do të ketë një oficer sigurie. Shkollat me mbi 350 nxënës do të kenë të paktën një oficer sigurie në detyrë, ndërsa institucionet me mbi 900 nxënës do të kenë 2 oficer sigurie. Oficerët e sigurisë janë ngarkuar të monitorojnë ambientet e shkollës, të ndërveprojnë me nxënësit dhe stafin mësimor dhe të parandalojnë situata të mundshme të konfliktit. Megjithatë, shumë prindër dhe ekspertë të arsimit theksojnë se në praktik prania e tyre ende nuk është e mjaftueshme. Për shkolla, oficerët janë të mbingarkuar dhe detyrohen të mbulojnë disa institucione njëkohësisht, gjë që e vështirëson menaxhimin e situatave problematike mes konflikteve të nxënësve. Mirëmbrëma teleshikues, sot jemi në emisionin e dytë. Emisioni titulluar Alo Policia është një emision dedikuar sigurisë. Tema e sotme është shumë interesante për faktin e ndjeshmërisë publike, siguria në shkolla. Siguria në shkolla ka një vëmendje të veçantë nga tërë publiku, por dhe vetë institucionet për shkak të problematikave. Shkolla ka filluar, problemet nuk kanë mbaruar, problematika të cilët vijnë dhe shtohen pavarësisht nga puna e mirë e bërë nga institucionet, si Ministria e Brendshme, si Ministria e Arsimit, por gjithashtu edhe nga vetë interesi publikut për presionet që ka krijuar për problemet pas zgjidhura të cilët janë sot evidente. Në këtë emision prezantojmë të ftuarit, kam kënaqësinë të prezantoj drejtuesin Agron Çeli. Mirëmbrëma drejtor, mirë se erdhët. Drejtor drejtorisë së rendit publik në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Kam nderin të prezantoj psikologen Lumturi Sinani. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët në këtë emision. Oficerën e sigurisë Irina Dane, oficerë e sigurie në shkollën 9 vjeçare Kongresi i Manastirit, dhe Aida Topalli, gazetare e njohur në media, por jo vetëm, por dhe në aktivitetet e saj në raport me problematikat dhe sigurinë. Kënaqësi. Në pjesën tonë të parë po e nisim nga ju, si psikologe. Shkollat kanë gjithmonë probleme dhe problemet kryesore janë ngarkesat, konfliktet që lindin. Nga se vijnë konfliktet? Atëherë, konfliktet ose më saktë dhuna njihet si një fenomen shumë i përhapur, sidomos në vendin tonë. Por nga vijnë këto konflikte, cilat janë arsyet që çojnë këto konflikte? Faktori i parë ose arsyeja e parë është ekspozimi ndaj rrjeteve sociale. Adoleshentët dhe të rinj kalojnë një kohë mjaft të konsiderueshme
duke ekspozuar ndaj videove të dhunshme, ndaj filmave horror, ndaj videove edhe pornografike, pra nuk ka një kontrol. Duke parë këto video, ato arrin që të ekspozojnë dhe të bëti mbajnë këto sjellje si të vetat, pra të reagojnë në të njëjtën mënyrë. Një arsye tjetër është edhe familja. Familja luan një rol kryesor për sa i përket ambientet apo mjedisit që ata krijon për fëmijën e tyre. Në qoftë se fëmia rritet në një mjedis ku prindërimi shihet si nuk është pozitiv por negativ, atëherë dhe fëmia do pasqyrojë, do marrë sjelljen e prindërve. Arsye tjetër janë faktorët sociale. Për sa i përket sjelljeve, pra fëmijët modelojnë sjelljen kur e shikojnë një ambient në komunitet apo në shoqëri, atëherë ato do reagojnë në të njëjtën mënyrë. Arsye tjetër është vetvlerësimi i ulët. Ka fëmijë të cilët kanë vetvlerësim të ulët dhe në mënyrë që të bien në sy ndaj të tjerëve përdorin fenomenin konfliktin. Arsye tjetër gjithashtu kemi të bëjmë dhe me mjedisin shkollor. Për sa i përket mjedisit shkollor duhet të shikojmë klimën e shkollës që ofron. Nëse kemi një klimë pozitive, mbështetëse, marrëdhënia mësues dhe nxënës është një marrëdhënie të cilët i lejnë një komunikim të hapur ndërmjet të dyja palëve, atëherë do kemi një parandalim të konfliktit. Pra, këto janë disa nga arsyet që mund të çojnë në konflikt midis të rinjve në shkollat tona. Donja Dane, është investuar për të shtuar në shkolla për të rritur nivelin e sigurisë një oficer sigurie. Dikur e kishte policia e shtetit, kryesisht e dislokuar, po për shkak të ngarkesa dhe problematikave, u investuar për sjell një oficer sigurie. Shpeshherë njerëzit pyesin dhe mendojnë që oficeri i sigurisë mendojnë se është një oficer i policisë. Por pyetja ime është për publikun më shumë. Çfarë bën një oficer sigurie? Roli, detyrat që ka? Oficeri i sigurisë garanton një mjedis të sigurt, bashkëpunon me mësuesit kujdestar, me drejtorinë e shkollës, kemi një mirë menaxhim, një mirë funksionim të gjithë ambienteve të shkollës, në 5 minutësh, në pushimin e gjatë, absolutisht bashkëpunimi dhe komunikimi është ura lidhëse që na bën që kemi një parandalim të hershëm të situatave që mund na sjellin konfliktin. Aida, ju jeni marrë shumë, sidomos edhe me siguri në shkolla, për shkak të ngarkesës dhe të ngjarjeve të ndryshme të cilët kanë krijuar shqetësim të jashtëzakonshëm për publikun. Pyetja ime është sa e përhapur është dhuna në shkolla? Në fakt po i dëgjoja të dyja parafolësit, edhe psikologan, edhe oficerën e sigurisë, edhe më falë, nuk kam asgjë personale me asnjërin nga ju të dyja, sepse patjetër të dyja ju mund ta bëni punën shumë mirë, por ishin vetëm tek pjesa e teorisë. Pra dëgjova dy fjalime teorike dhe sidomos këto nuk po ndaloj tek ana psikologjike, sepse patjetër ato janë disa nga shkaqet që dërgojnë fëmijët të jenë problematik, por ju dëgjova ju e nderuar edhe kishte vetëm një tipik recitim se çfarë realisht duhet bëj oficeri i sigurisë në shkolla, pra ato që janë të shkruara edhe të lexuara apo të mësuara nga ana e çdo oficeri sigurie kur shkon dhe përgatitet, më fal, të thash nuk kam asgjë personale. Kështu që e kam tjetër kund atje ku dua të dal. Sot jemi në ditën ku nuk kemi nevojë për teori. Sot jemi në ditën ku për mua arsimi e kam ritheksuar dhe vazhdoj ta ritheksoj. Arsimi në Shqipëri ka dështuar që në Gjenezë, pra që në Kopësht. Fillon me Kopshtin, pastaj me shkollën fillore, me ato nëntëvjeçare deri tek gjimnazi, me gjithë respektin që kam këtu për të gjithë mësuesit apo oficerët e sigurisë shumë të mirë në të gjitha shkollat e Republikës Shqipërisë, por për fat të keq futja e mësuesve të rinj, të cilët vetëm për të mbaruar një shkollë shkojnë dhe mbarojnë pedagogjikën në Elbasan dhe vetëm për gjetur një vend pune, shkojnë dhe bëhen mësues dhe përgjegjësia e tyre për nxënësin, duke qenë patjetër edhe të rinë në punë, por edhe totalisht të pa interesuar për sjelljen dhe të pa njohur, pra të pa trajnuar mirë, nuk din as se si të sillen me nxënësit, nuk din as se si të reagojnë kundrejt një sjellje të caktuar. Ka raste që nuk din as ta dallojnë ku nxënësi i tyre ka një problematik. Pra mësuesi kujdestar ose mësuesi i lëndës nuk di ta dallojë që nxënësi shfaq një problematik. E në raste akoma më keq, mua patjetër
kam biseduar shumë gjatë me mësues në përshkolla, me oficer sigurie në përshkolla, me nxënës në përshkolla. Ne jemi përqendruar vetëm tek Tirana, po e di çfarë ndodh në përshkollat në përrethë. Në përshkollat në përrethë ke sot edhe në këtë ditë që ne flasim, në paradite kur është zhvilluar mësimi, ka nxënës të cilët shkojnë në orën e mësimit dhe kanë konsumuar lëndë narkotike dhe mësuesi nuk guxon as t'ju flas, sepse me fizik janë shumë tritur dhe çfarë t'ju thoj. Këtu pastaj hyn edhe pjesa e prindërimit, patjetër, vinë kryesisht nga familje me problematika të theksuara sociale. Gjendja nuk është as pak e mirë, kam parë ka një rritje të nivelit të bashkëpunimit mes policisë shtetit dhe oficerëve të sigurisë në shkolla dhe të bashkëtrajnimit, të paktën referuar gjithmonë atyre çfarë kam parë në rrjetet sociale nga ana e Akademisë së Sigurisë apo edhe të postuara nga ministri aktuale brendshme bashkë me atë të arsimit. Po nuk duhet të mbetemi vetëm, prandaj po i thoja edhe zonjushës, nuk duhet të mbetemi vetëm tek ajo se çfarë paraqitet në rrjetet sociale, por tek ajo e prekshmja, pra ato problematika të minimizohen dhe të rritet figura e mësuesit. Është shumë e rëndësishme rritja e figurës mësuesit. Zonja më citoi zotria që thasi është roli. Roli është mirë monitorimi situatës brenda ambienteve të shkollës edhe jashtë perimetrit. Problemi është se oficeri i sigurisë ka një rol shumë të madh, por jo rolin e mësuesit. Absolutisht që bëjmë një punë të përditshme, të mirë menaxhuar bashkë me ekipin brenda, ne e quajmë familje, bashkë me ekipin brenda shkollës, siç është drejtuesi, mësuesi kujdestar, lëndor, mësuesi dëzhuar, në cili bëjmë mirë menaxhimin që situatën ta parandalojmë në kohë. Këtë shpreha më përpara. Patjetër, prandaj thash, unë nuk ndaloj vetëm tek një shkollë. Por kjo është për ditë ndjes që të ndërpres, kjo është për ditë, kjo është një shkolla që ju përfaqësoni sepse thash, ju mund të jeni një oficer shumë e mirë sigurie, bëni shumë mirë punën tuaj, por unë flas për situatën e përgjithshme dhe të gjitha ato që i them pa diskutim, i them sepse i kam marrë nga biseda të vazhdueshme që kam pasur në gjithë Republikën me ata që punojnë në shkolla, sepse ka që realisht edhe shqetësohen, po një mësues i vetëm, një oficer sigurie i vetëm i cili e bën punën shumë mirë, nuk ka çfarë të bëjë. Dhe një gjë që unë ende nuk arrita ndaj dot është fakti që kur ndodh një ngjarje edhe brenda ambienteve të shkollës, gjëja e parë të ketohet policia e shtetit. Po jo, a e ka ndarë, pra e ka marrë përsipër Ministria e Arsimit që gjithë atë se çfarë ndodh brenda një shkolle, ta mirë menaxhojë njëherë oficeri i sigurisë dhe mësuesi, vetëm kur ka ngjarje të rënda, të paktën nga ajo që unë di referuar rregullores, të ndërhyjë policia e shtetit. Nëse e di gabim, atëherë është këtë na e thot zoti Çeli. Drejtor. Ku fillon dhe ku mbaron roli i policisë brenda ambientit të shkollës? Shpesh ndeshemi për shkak të intervistave, të daleve publike, po takimet me njerëz sepse jemi edhe jetojmë në të njëjtin ambient. Dhe kudo gjithmonë gishti policia. Sigurisht që policia ka rolin e saj, ministria ka rolin e saj, shoqëria rolin e saj, por problemi i shkollave ka shumë ndjeshmëri. Dhe nëse shikojmë dhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian apo vende të tjera ka pasur edhe ngjarje shumë të rënda. Dhe ato kanë tronditur shumë opinionin publik. Dhe aty nuk mban dot ngarkesa. Njëherë që ishte një ngarkesë e tillë me vrasjen që u dha dhe në kronik, menjëherë njerëzit u ndjen shqetësuar, humbën ekuilibrin e punës, humbën ekuilibrin e qetësisë, menjëherë secili mendon fëmin e tij. A ka një strategji Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë lidhur me sigurinë dhe sa dhe si ajo bashkëpunon me Ministrinë e Arsimit, lidhur me elementet e sigurisë që shkolla të jetë më e sigurt, se tashmë siguria nuk është më shërbim, por siguria është një pjesë integrale e sistemit arsimor. Policia e shtetit ka detyrimin ligjor, ashtu siç e ka dhe në misionin e saj për të ofruar siguri. Pra, jo vetëm rende siguri në gjithë territorin e vendit, por edhe në veçanti për shkollat. Për shkollat, pasi detyrimi është më i madh, se atë është një stres që kemi qenë vulnerabël, është një stres që, siç thanë edhe parafolësat, që janë të ndjeshme. Janë të ndjeshme nga të gjitha aspektet, qoftë nga rrjetet sociale, qoftë nga jeta e përditshme, qoftë nga shoqëria, nga ambienti familial dhe nga të gjitha. Dhe kjo përcillet tek sjelljet e fëmijëve.
Për këtë, edhe Policia e Shtetit ka hartuar një strategji. Dhe strategjia nuk është vetëm e Policisë së Shtetit për ta zbatuar vetëm ne, se vetëm edhe Policia e Shtetit nuk ka çfarë bën. Ne na vjen mirë që çdo shqetësim adresohet në Policinë e Shtetit. Kjo na rrit edhe përgjegjësinë për t'i dhënë zgjidhje çdo ankese, çdo problematike që kemi, por njëkohësisht janë dhe faktorët e tjerë që ndikojnë për rritjen e sigurisë në shkolla. Kështu për shkollat është hartuar dhe miratuar një marrëveshje e përbashkët midis Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Arsimit për rritjen e sigurisë në shkolla. Kjo është e vitit 2022 dhe në vijim jemi duke e zbatuar dhe ka 3 vite që po zbatohet paketa e sigurisë në shkolla. Kemi pasur rezultate, normalisht do të ketë, ka pasur dhe do të ketë, e dim ndjeshmërinë e fëmijëve, do ketë edhe ngjarje, por themi se janë minimizuar. Janë minimizuar edhe për shkak të punës që ka bërë drejtoritë e shkollave, edhe oficeri i sigurisë që është futur kohët e fundit, ka ndoshta 3 vite që është futur, dhe oficeri i sigurisë në shkolla normalisht mban kontakte me të gjithë, me drejtorinë e shkollës, me mësuesin kujdestar, me psikologun dhe me punojësin e policisë që ne kemi në zonë, pra atë që ne e quajmë specialisti i policisë së zonës. Pra ky është personi që mban kontakt të drejtë për drejtë me drejtuesin e shkollës, me oficerin e sigurisë dhe me gjithë aktorët e tjerë që kemi brenda perimetrit territorit të shkollës. Lidhur me sigurinë, siç jemi të gjithë kemi parë dhe ne kemi bërë të ditur që në fillimin e vitit të ri arsimor në shtator, platformën që kemi ne për sigurinë në shkolla. Me ofrimin e të gjitha shërbimeve, duke filluar nga shërbimet e policisë rrugore, shërbimet e patrullave të përgjithshme, të shqiponjave, por kemi edhe shërbimet e tjera të inteligjencës, të cilat i kemi të shpërndara në territorin jashtë perimetrit të shkollës. Kjo kuptohet që është për shërbimet e tjera, jo vetëm për sigurinë, por edhe për të luftuar kriminalitetin. Ato që dihen kriminaliteti që mund të jetë ka persona që i shfrytëzojnë këto shkolla, moshën e fëmijëve dhe i përdorin pastaj për të kryer vepra të tjera kriminale. Shërbimet janë bërë prezent, janë të hapura kryesisht dhe ofrojnë shërbimin sipas orarit që ne kemi përcaktuar, pra në orët e para të mëngjesit kur vinë fëmijët në shkollë, në pushimin e gjatë që e quajmë shkolla, që e quajmë pushimin e gjatë të fëmijëve dhe në oraret kur dalin fëmijët nga shkolla. Ditët e para normalisht ne kemi pasur shërbimin normal, kanë qenë ndoshta edhe një çik më të dëndura, por edhe në vijësi, për shkak edhe të ndërgjegjësimit të njerëzve, po edhe të komunitetit, shërbimet tona ka qenë prezent, por nuk kemi vrejtur në një shkelje në anën e jashtme, pra në jashtë oborrit të shkollës. Shumë probleme që kanë ndodhur edhe ato që u përmendën në fillimin e emisionit, pjesa më e madhe ka ndodhur brenda territorit të shkollës dhe përtej perimetrit dhe përtej oborrit të shkollës. Pra, ne kemi përcaktuar në paketën e sigurisë, është përcaktuar një perimetër i sigurisë i shkollës, që ndoshta mund të flasim edhe më vonë, dhe përgjegjësia jonë jo se është vetëm në këtë perimetër, pra ne ofrojmë rend dhe siguri jo vetëm në këtë territor, por edhe përtej. Por bashkëpunimi edhe me shkollën, edhe me oficerët e sigurisë, themi se ka qenë shumë i mirë, por ndërgjegjësimi i këtyre fëmijëve duhet të vijë ajo që edhe unë përmend më lart, jo vetëm nga shkolla, jo vetëm nga nuk e di rrethet shoqërore kështu, po kryesisht është dhe familja, roli kryesor duhet të jetë familja. Të gjithë jemi prindër, të gjithë kemi fëmijë,
të gjithë i nisim fëmijët në mëngjes për në shkollë dhe duam ashtu si që i nisim dhe të na kthehen. Por fatkeqësisht këto raste që kanë ndodhur kanë qenë dhe me pasoja që janë të ndjeshme dhe kanë dhënë një impakt jo pozitiv në komunitet. Shko, ju përmendët perimetrin dhe thatë që përveç për ta vazhduar, se do të kthehem tek Aida, për ta vazhduar ato idenë që perimetri është perimetri sigurisë, pra perimetri i jashtëm dhe perimetri i brendshëm, që quhet muri rrethues. Janë bërë disa operacione policie të cilët kanë qenë suksesshme, Tempulli mos gaboj, dhe nga ato kanë pasur disa grupe të cilët janë shoqëruar nga policia që merreshin me shpërndarjen e lëndëve narkotike. Këto grupe nuk ekzistojnë më, a ka më një situatë se zakonisht siguria testohet. Këto aksione ishin që përfunduan dhe nuk kemi më këto probleme, apo këto mund të jenë në vazhdimsi dhe mund të presim aksione tjera sepse grabitqarët shkojnë përreth shkollës për shumë arsye. Po, nisur edhe nga rezultatet janë arritur, po edhe nga ajo që kemi konkretisht, nxënësit jo vetëm qëndrojnë në ambientet e brendshme të oborrit, të mureve të shkollës, mund të themi, të rrethimit të shkollës, por edhe ndërveprojnë me ambientet e jashtme, me personat që janë jashtë, me personat, qoftë ata që tregtojnë, qoftë me një lokal, qoftë edhe me këta personat që përmenda më parë që kërkojnë t'i bëjnë, pra t'i thithin, nxënësit e shkollës dhe i ofrojnë në fillim diçka për t'i joshur dhe i bëjnë pjesë të rjetit tyre. Ndërsa për këto operacionin, që thati ju, operacionit Tempulli, u organizua në disa drejtori vendore, pati një rezultat, mund të them, të rëndësishëm dhe të madh, u arrestuan një numër i konsiderueshëm personash, u sekuestrua një sasi e konsiderueshme e lëndëve narkotike, qoftë kokainë, qoftë lëndët e tjera narkotike, ekstazi, lëndë narkotike që normalisht që vijnë nga jashtë që i përdorin fëmijët, dhe kjo nuk mund të themi që u ndërprej aktiviteti këtyre, me atë kuptimin që themi spaqator. Por, të themi të drejtën, ne i kemi në vëzhgim. Strukturat e inteligjencës së kriminale janë të gjithë në territor, në afërsi të shkollave dhe kryesisht to bëhen dhe me një lloj vlerësim risku. Pra në ato shkolla që janë veprime të dukshme, por edhe ku ka informacione, ne i kemi çuar shërbimet dhe herë mbas here ka patur persona të cilët janë arrestuar. Janë arrestuar dhe janë proceduar në prokurorinë e rrethave gjyqësore. Aida, po kthehem tek ju për t'ju kthyer ne jemi në mbyllje të vitit 2025, ende kemi edhe 2 muaj për të mbyllur viti, por kush kanë qenë ngjarjet më të rënda që kanë ndodhur për shkak të dhunës në shkollë, i jashtë shkollës, dhe mosha kryesisht, cila është mosha që ka pasur më shumë problematika, dhe pse pikërisht kjo moshë? Këtë vit vlen të kësaj ngjarje ndodhur vetëm pak kohë më parë në gjimnazin Brejm Rugova në Kamës, ku kishim në zonës të plagosur për fat të mirë pa humbje jete, kishim edhe një sherr të përfshirë, mos gaboj këtë vit apo vitin e kaluar, gjithashtu edhe në zonën e Gramshit, në fakt raste përsëritura, sidomos në qytetin e Gramshit, por edhe raste sporadike, le të themi, të tjera me pasoja të lehta të zonkave të fëmijëve në shkolla të ndryshme në Republikën e Shqipërisë, dhe nga ana tjetër edhe ngjarje të ndodhura mes adoleshentëve, të cilët nga shkolla të ndryshme jashtë orarit zyrtar patjetër të shkollës, por ku të përfshirë në këto sherre kanë qenë adoleshentë që mbarten ose nga shkolla ku janë si të njohur me njëri tjetrin, ose sherre të mbartura në rrjetet sociale, po të përqendrohemi të fokusohemi vetëm tek pjesa e shkollës. Përgjithsisht janë gjimnazistë, pra fillojnë nga klasa e 8, që është edhe mosha më delikate, në fakt dhe këtu besoj më mbështet psikologja. Është ajo mosha e kalimit nga 13 në 14 vjeç, që është tipika ajo faza e fillimit të adoleshencës. Dhe pikërisht këtu fillon dhe ajo nxeja e gjakut, po e quaj në gjuhë popullore, dhe fillojnë edhe ato shfaqjet e para të temperamentit agresiv ose jo të fëmijëve.
Nga kjo grup mosh deri në grup moshën 16, pra 13, 14 e deri në grup moshën 16 vjeç. Ndërkohë, më të rriturit, pra 17, 18 vjeç, përgjithsisht në këtë raste kanë ndërhyrë për t'i shuar këto sherre, por që më pas janë bërë pjesë e masivit, pjesë e konfliktit e masivit të sherrit. Motivet kanë qenë përgjithsisht banale. Për shembull, në rastin e Kamzës ishte më pa një ditë më herët shtrëmbët edhe e lanë që do sqaroheshin të nesërmen dhe sqarimi u bë me thika. Rastet të tjera gjithashtu lidhen përgjithsisht ose me sherre të nisura në rrjete sociale, por së fundmi shumë të rralla, ose me bullizime që i bëjnë njëri tjetrit. Një e parë shtrëmbët, një fjalë më shumë që mund të thuhet në shkollë, pra jo ndonjë motiv që të themi shumë madhor. Nuk kam dëgjuar për shembull që të ketë pasur në një motiv që t'jenë zënë për një vajzë. Këto raste janë pothuajse nuk ndodhin fare. Në rastin e Kamzës, për shembull, unë pyeta kur ndodhi ngjarja se nga çfarë familjesh vinin të gjithë fëmijët e përfshirë në konflikt. Njëri nga fëmijët kishte nonën mësuese. Pra vinte nga një familje jati punonte në ndërtim, edhe familja tjetër një familje krejt normale, sepse edhe kur themi që vinë nga familje me problematika sociale dhe shfaqin pastaj këto shenjat e dhunës. Por jo, ka edhe fëmijë të cilët vinë nga familje në dukje normale, pra askush nuk e di se çfarë ndodh brenda atyre 4 mureve të shtëpisë, por tani të kesh një prind mësues dhe një prind tjetër që punon ndërtim, patjetër që në dukje është një familje shumë e mirë. Dhe kjo ka të bëjë dhe me karakterin patjetër të fëmijës. Pra varet se sa agresiv është si fëmijë, varet se sa i mbyllur është si fëmijë, është një moshë shumë delikate, Fation. Prandaj vëmendja duhet të jetë shumë e shtuar, edhe e prindit, edhe e mësuesit, edhe oficerit sigurisë e ritheksoj, edhe e atij policit të zonës. Duhet të jenë shumë bashkë dhe të mos kemi sot prindër të cilët kur mësuesi ja tërheq pak veshin në kuptimin figurativ fëmijës, ti thoj pse ma bullizon ti fëmijën tim, fëmija im është më i miri, po nuk është fëmija jot më i miri. Shumë mirë, nëse po t'ishte më i miri nuk do t'ishte problematik. Pra prindi duhet ai gjej problemin tek vetja, sepse dëgjoj pafund mësues që ankohen sepse prindrit e fëmijëve nuk pranojnë në asnjë mënyrë që të shkojnë edhe të flasi fëmija së vetë. Për shembull, më tregon, jo vetëm bashkëpunues, por janë agresiv. Më tregonte një mësuese e vjetër, pra kishte mbaruar pedagogjikën në vitet 80 dhe ende nuk është në fund gati duke dalë në pension dhe i ndodh me një prind, pra i kishte ngritur pak zërin vajzës së vogël në shkollë fillore, në cikël tulet, sepse nuk kishte bërë detyrat. Por nuk po flasim këtu për një ngritje zëri që e dëmton atë fëmijë. Kishte shkuar e joma e vajzës dhe i thonte unë ty të vras. Të vras se ti ke ngritur zërin fëmijës tim. Dhe mësuesja që i kishte thonë, unë nuk i ngrita zërin, thjesht i thash pse si ke bërë detyrat. Pra imagjino pak, ai fëmijë, kur ai prind bën ashtu, në fakt nuk po e mbron fëmijën. Unë e imagjinoj se si ajo nën mund të sillet në shtëpi me babain e fëmijës ose me fëmijën e vet. Dhe pastaj detyrimisht patjetër fëmia nuk mund del me trauma dhe është afër mendjes që do të ketë edhe sjellje të cilat dëmtojnë tjetrin, sepse sjellje të tilla shfaqen. Kalojmë në reklama. Pas pak. U kthyer në pjesën e dytë, mirë se erdhët në pjesën e dytë e emisionit Alo Policia. Po e fillojmë për një promovim të vogël që ne kemi bërë, janë bluze të cilët ne kemi prodhuar, do të jenë pjesë të emisionit, jo vetëm për të ftuarit, por mundësia kur ne do t'i kalojmë këto edhe nëpër shkolla, në mënyrë të tillë që të krijojmë një lidhje midis shkollës, policisë, midis shkollës dhe institucioneve, por në radh parë dhe vetë publikut, sepse fjala Alo Policia do të thotë që ne duhet të drejtohemi institucioneve. Nuk do të jemi në rastin e kthimit të dhunës dhe të përdorimit të dhunës. Një pyetje për ju. A ka raste bullizimi, a ke pas kontakte me fëmijë të cilët kanë qenë bullizuar? Dhe si e keni zgjidhur, çfarë ata kërkojnë nga ju? Dhe a ka komunikim me psikologun nëpër shkolla, sepse nuk di, fëmijët nganjëherë janë të heshtur, janë të ndrydhur. Unë kam pasur një rast ku një 14 vjeçar më ka telefonuar, më ka kërkuar ndihmë. Dhe thotë me mama nuk flas, në shkollë nuk flas, kam cikletë, më duhet të komunikoj me ju. Po, nuk mund të jem unë personi i duhur. Unë sigurisht do të ngrej problemin dhe patjetër do t'i adresoj këto probleme.
patjetër që ka rast të bullëzimi në çdo shkollë, siç e përmendë dhe ai më parë në jemi të përqendruar më shumë në qytete, por në zonat rurale janë akoma më të zhvilluara këto raste. Në fakt unë kam pasur kontakte me fëmijë të cilët kanë rënë pre bullëzimit, ndodhë për arsye të ndryshme, së pare ndodhë për veshje, e bullizojnë personin për veshje, për pamjen e jashtme, e bullizojnë për arsye të një person të cilë nuk është shumë social, pra ata bullizojnë për shkak të statusit ekonomik, varfëria. Dhe kryesisht këta persone nuk kërkojnë ndihmë, kanë shumë të vështirë që të kërkojnë ndihmë, sidomos të moshat që janë më të vogla. Këto mosha kryesisht referohen nga mësuesit që të shkojnë tek psikologu i shkollës, por më e mira mundshme është që vetë të jenë fëmijët të kërkojnë ndihmë. Kjo sepse në qoftë se ata kërkojnë vetë ndihmë, ne pothuajse kemi mbaruar gjysmën tonë të punës. Sepse ata ndihen më të përfshirë kur kërkojnë ndihmën tonë. Por çfarë përdorim ne për të punuar me këta fëmijë të bullizuar? Kryesisht shumë e rëndësishme është që të punosh edhe në grup. Për shembull, psikologu i shkollës duhet të shkojë edhe në klasë, të përfshijë fëmijët në aktivitete të ndryshme, të bëjnë bashkëbisedim midis tyre, të krijojnë grupe. Pra, ne më shumë flasim nga ana teorike, por sa zbatohet kjo në praktikë? Çfarë kryejnë fëmijët gjatë kësaj ore? A i mbulon numri i nxënësve një psikolog i vetëm? Shumë e rëndësishme kjo, më falë që të ndërpres, për të shtuar këtë që ti po thua. Në zonat e vogla, në qytetet e vogla, në zonat rurale, një psikolog duhet të mbuloj disa shkolla për shkak edhe të shtrirjes gjeografike. Çka dërgon në një dështim nuk plotësohet numri i nxënësve, ka një praktikë të detajuar se çfarë numri i nxënësish duhet ketë psikologu që të dërgohet në një shkollë, nëse numri është i ulët nuk ka psikolog, duhet ta mbuloj psikologu i një shkolle tjetër. Çka sjell një pengesë në zhvillimin e asaj që e trumbetojnë më të madhe psikologët për shkolla, psikologët nëpër shkolla. Dhe janë vetë mësuesit ata të cilët duhet bëjnë edhe psikologun, edhe oficerin e sigurisë, edhe punonjësin e policisë, e të gjitha me radhë. Po, është lënda e psikologjisë për shembull në shkolla, nuk e jep psikologu, por e jep një mësuesi një profili tjetër. Pse psikologët për shembull ka shumë psikologë që janë të papunë, numri i nxënësve shumë i lartë. Pra, edhe vetë psikologët shpreh që ka shumë të vështirë që të punojnë dhe të identifikojnë këta fëmijë të cilët bien pre bullizimit, por jo vetëm. Ka edhe fëmijë të cilët shfaqin probleme psikologjike, jo nga bullizimi, por nga arsye të tjera. Dhe pikërisht mësuesit janë të parë që duhet të identifikojnë këta fëmijë dhe prindrit, se për shkak se psikologu nuk kalon shumë kohë në shkolla dhe kanë më të vështirë në identifikimin e tyre. Ata pyesin dhe oficerën e sigurisë sepse thash ka qenë psikologu dhe oficeri i sigurisë dy nga investimet të cilët janë bërë dhe shumë po trumpetohen për problematikat sigurisht që ka dhe a mjafton ndoshta edhe një oficer sigurie në një shkollë. A keni ju kontakte? Si raportojnë? Vinë tek ju për rastet kur kanë bullizim, kanë kurajo apo kanë besim tek një oficer sigurie? Dhe pastaj ju si i referoni? A keni referime? A keni presione nga prindërit nëse do të referoni polici problemat e tilla? Në shumicën e rasteve ndodh që fëmijët na vinë vetë në zyrë, na komunikojnë problemin që kanë, ose nga mësuesi i tyre kujdestar. Nëse e referojnë dhe tek prindi, kemi prind shumë bashkëpunues, të cilit ju kërkoj t'jenë akoma më shumë bashkëpunues, sepse duke qenë më bashkëpunues, arrim ta kapim situatën në kohë, ta parandalojmë që fëmia mos të vazhdojë më të jetë i shqetësuar, mos të vazhdojë më të jetë i bullizuar. Duke qenë nga këto shumë problematika, nëse një fëmijë shikojmë që përtej kësaj, flasim edhe me policinë e zonës, që ta monitorojë dhe ta vëzhgojë dhe të komunikojë dhe me prindin dhe jashtë ambienteve të shkollës. Ne bëjmë dhe një raportim në zyrën vendore arsimore javor, të cilin e dërgojmë. Plus, nëse fëmijën e shikojmë të shqetësuar, kemi kontakte direkt edhe me prindin, telefonik, të cilin e bëjmë nëpërmjet mësueses kujdestare, të cilin i kërkojmë që të vi me një herë të paraqitet në shkollë dhe nuk duam që fëmia të ikë i shqetësuar apo i mërzitur, sepse pasojat mund të jenë më të forta. Shpon bëjnë pyetje nga publiku. Është i mjaftueshëm thonë numri i psikologëve në shkolla dhe oficeri i sigurisë
Ka raste thotë që largohet dhe shkon në kafe. Nuk janë të përgjithshme, por ka raste që largohen oficerët e sigurisë dhe nuk qëndrojnë në vendin e punës. Sepse mirë që ndoshta numri i tyre në raport me nxënësit nuk e di sa është i përcaktuar, pa ka raste sa në tyre çfarë përgjegjësisht. Kush e bën kontrollin? Drejtori i shkollës, nga vareni ju? Ne kontrollin e bëjmë, unë flas për veten time. Që do të thotë, unë shkoj në punë 8 me 4, kam një përgjegjësi personale, kam një drejtues që më drejton dhe më orienton se çfarë duhet bëj dhe si të menaxhoj, po drejtuesi i shkollës. Ka të drejtë në fakt, është Fation, më fal për të... Tani, unë nuk mund të marrë përsipër se çfarë bëjnë oficerët e tjerë. Di që kemi një mirë funksionim dhe me shkollat e tjera. Do me thënë, mua personalisht, bashkë me drejtuesen e shkollës, drejtoreshën, më ka ndodhur që kemi parandaluar një konflikt që pas shkollës do konfliktoheshin vajzat fizikisht. Kontaktova me oficerën e shkollës tjetër, me vendosin ndjeni, bashkë me drejtoreshën, thirrëm prindrit, mësuesen kujdestare, e menaxhuam situatën, e mbyllëm situatën, prindrit na falenderuan, por kjo ne nuk ndalemi me kaq, vazhdojmë e monitorojmë, e vëzhgojmë gjatë gjithë kohës, sepse situata mund të ndodhë. A keni të drejtë ju të kontrolloni? Për shembull, përveç po themi personave të bullizimit, problemeve që ato kanë etj, pa keni drejtë ju të kontrolloni. Dhe si e bëni këtë kontroll? Ne e bëjmë në praninë të mësueses kujdestare dhe të drejtoreshës, që bëjmë kontrolle. Bëhet në periodike apo në nëpërmjet informacioneve si bëhet? Ndodh që ndonjëherë e bëjmë dhe në javë, do të thënë fillojmë një javë, bëhet në hyrje momentin jo, e bëjmë në klasa, në prezencën e mësueses kujdestare dhe drejtuesit të shkollës. Keni pas rezistencë, keni pasur ankesa nga prindët lidhur me? Jo, kemi pasur bashkëpunim, di që në shkollën ku jam unë aktualisht, jam oficere prej 3 viteve, di që ka një zhvillim shumë të madh dhe falenderim shumë të madh për sa i përket gjithë gjës që bëjmë ne, po nga anë e prindërve, sepse ne edhe pse mbaron ora 4 ose 6 e mbasdites, sepse jemi ndër shkollat më të mëdha dhe jemi me 2 turne, nuk e ndalim aty. Ndodh që mbas të konflikteve të gjërave flasim me policin e zonës, me prindri që si janë fëmijët, a janë të shqetësuar akoma, nëse rastin e kemi pasur pak të tensionuar. A bëhet testime në shkollë, për shembull për elemente sigurisë? Për shembull, gjithmonë siguria duhet të testohet. Në rastet kur ka një fatkeqësi natyrore, kur ka një tërmet, kur ka një dalje emotive, kur ka një akt terrorist, çfarë veprime bën fëmijët? Kemi një plan emergjencash, të cilin ne e mbajmë në zyrën tonë, plus e dorëzojmë në drejtorinë e shkollës, të cilin ne kemi të... Keni bërë ndonjëherë test, sepse normalisht duhet ta mësoni. Po, kemi bërë. Për shembull, rastet e një zjarri, unë kam parë disa modele të shkollave italiane, që mënyra si mbaheshin përdore, fëmija e shkollës, dikush merr komandën, mbahet mirë ose veprimet e para futet poshtë tavolinës për të ruajtur. Pra gjitha këto janë shumë të rëndësishme sepse duhet ta kultivojmë, jo vetëm ta themi, por duhet ta kultivojmë. Ndaj thash që kemi edhe dyert e emergjencave, domethënë kemi një ditë të caktuar që ne i provojmë drejtuesi i shkollës së bashku na vendos në zbatim gjithë gjën që mund të ndodhi, një tërmet apo një zjarr apo çfarë do lloj. Sa ndikon në bullizim ose sa ndikon në problemet që kanë fëmijët rrjetet sociale? Për shembull, u tha që në rastin e vrasjes së 14 vjeçarit, ndikoi TikToku. Qeveria shqiptare mori një vendim për të mbyllur TikTokun, por TikToku u mbyll, po problemet u mbyllën? Jo, problemet vazhdojnë. Problemet vazhdojnë, sidomos në ditët e sotme, ku armiku kryesor i brezit tonë të ri është rrjetet sociale. Pra ata janë të ekspozuar dhe kalojnë një kohë shumë të konsiderueshme në rrjetet sociale, duke shmangur kështu kontaktin fizik me njerëzit, me bashkëmoshatarët. Nga një komunikim e hapur që mund të kenë nxënës në rrjetet sociale, mund të vazhdojnë këtë komunikim pastaj në mjediset e shkollës. Dhe kjo pastaj do të çojë në konflikt. Por gjithashtu ndikon edhe në mungesën e interesit në shkollë, në vështirësinë të nxënësve, në vështirësinë të mësimit, kurioziteti i tyre është shumë i ulët, mungesa për qëndrimet madje dhe zhvillimin emocional e kanë me luhatje, pra kanë një zhvillim emocional dhe një inteligjencë emocionale shumë të dobët. Duke shumë shtuar.
Do doja të shtoja një detaj, në fakt unë këtë vite kam vënë re, nuk e di nëse është bërë vitet e kaluara. Në fillim të vitit të ri shkollor kishte një mbledhje të gjitha shkollave që bënin me prindrit e nxënësve, nuk e kisha hasur më parë. Sa efektive ka qenë kjo mbledhje e bërë me këta prindër dhe pse lindi nevoja për të bërë një mbledhje e tillë që në vitet e mëparshme e ritheksoj nuk e kam parë të bëhet një mbledhje kaq e përgjithshme. Pra çdo shkollë mblidhte prindrit e çdo nxënëse së bashku me oficerët e sigurisë, psikologët dhe mësuesit dhe janë adresuar aty patjetër problematika të ndryshme. A ishte edhe kjo si një thirrje ndaj prindërve apo një mënyrë bashkimi që janë bashkë të gjithë këto hallka në mënyrë që të mos kemi raste të përsëritura të atyre që ne kemi parë deri më sot? Sa efektive është sinqert? Shkolla jonë ka qenë shumë efektive në këtë drejtim. Kur kemi bërë kontrole fizike, bashkë me mësuesit kujdestarë. Edhe diçka, a kishte aty edhe një leje të kërkuar, pra një lloj solidarizimi apo një lloj lejimi të kërkuar nga prindrit që ju t'i kontrollonit fëmijët e tyre? Jo. Kjo ishte për mos lejimin e celularëve në shkollë dhe unë mendoj se ka dhënë shumë rezultat, sepse në momentin që janë bërë kontrole të befasishme nga mësuesit kujdestarë dhe nga drejtuesi i shkollës dhe nga oficerja, nuk kemi gjetur celular. Kjo do të thotë se për mua ka qenë shumë efektive, domethënë dhe bashkëpunimi prindit, që do të thotë prindi ka thënë që unë kam firmosur diçka në lidhje me celularin që ti nuk lejohesh edhe ne nuk kemi gjetur hasur celular në shkollë. Drejtor, shumë rëndësishme edhe për publikun si licencohen, si kualifikohen, kush është roli i policisë në përgatitjen e një oficeri të sigurisë? Si e ka ligji dhe si është kontrolli ndaj tyre? Në lidhje me oficerët e sigurisë, do të pyetje oficerët e sigurisë për numrin e përcaktuar të shkollave, ka një kriter që përcaktuar nga Ministria e Arsimit, është një oficer sigurie me një numër, mos ka bëjmë rreth 700 nxënës. Një me 700? Po, një me 700. Por në promovimin e fundit që është bërë në Akademinë e Sigurisë ditë e fundit, ku ishin drejtuesët kryesor të institucioneve të Ministrisë së Brendshme dhe të Ministrisë së Arsimit dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, nga ana e Ministrisë së Arsimit u premtua sepse është në studim dhe po ulet numri i nxënësve për një oficer sigurie. Pra do të kemi një shtim të oficerëve të sigurisë. Deri tani jemi gati 500 oficerë sigurie, 492 oficerë sigurie. Janë organizuar 7 kurse në Akademinë e Sigurisë, të cilët janë trajnuar dhe pjesa më e madhe, pra them shumica, janë punësuar. Mund të jetë një numër i për të mos, sepse s'është dhe fusha jonë, por ka mbetur një numër i vogël për shkak të numrit të nxënësve që nuk plotësohet në shkolla dhe ky është edhe synimi kryesor që këta punonjës janë të kualifikuar, janë të trajnuar dhe duhet i kemi patjetër në shkolla. Kryesisht kjo është në për zonat rurale që ne e dim të gjithë është populluar, nuk mund të sigurojmë oficerin e sigurisë, por do të këto mbulohen edhe nga këta specialistët e zonës që kemi në specialistë punonjësit e policisë. Por bashkëpunimi deri tani po them që është për trajnimin, programi është i përbashkët, pra programi që hartohet nga Ministria e Arsimit, që në momentin e parë që merren për t'u testuar. Ngrihet një komision i posaçëm me përbërje nga Ministria e Arsimit dhe Policia e Shtetit. Të gjithë testohen dhe në përfundim ata që janë kualifikuar qohen në Akademinë e Sigurisë për të kryer trajnimin. Programi është një program bashkohor, drejtuesët e këtij programi, pra i gjithë instruktorët janë instruktorë të mirëfillt dhe u japin atë çfarë u duhet, gjithmonë duke referuar akteve ligjore dhe nënligjore që kemi në fuqi për këtë oficerët e sigurisë. Do të vazhdoj akoma dhe me atë premtimin që ka thënë Ministri i Arsimit mendojmë se do të shtohet. Dhe bashkëpunimi them se do të jetë më i mirë. Vetëm duhet oficerët e sigurisë të jenë më efektiv dhe më bashkëpunues, jo vetëm me policinë e shtetit, por atë që thatë edhe ju, që thatë oficerët e sigurisë, edhe zonja Topalli për bashkëpunim me prindrit. Pra duhet një bashkëpunim më i mirë me prindrit, sepse prindi në momentin që vjen
e dorëzon fëmijën, e dorëzon jo vetëm te shkolla, e dorëzon në kuptimin më të gjerë, ja dorëzon shtetit. E dorëzon të shtetit. Pra, e dorëzon. Këtu hyjnë të gjithë faktorët, përfshi edhe ne si policia e shtetit, që marrim të gjithë detyrimet. Oficer sigurisë normalisht që është brenda dhe ndjek gjithë aktivitetin. Mba kontakt me drejtorin e shkollës, mba kontakt me mësuesin, mba kontakt me psikologun dhe me oficerin e policisë. Si referon në mënyrë drejt për drejt apo në mënyrë institucionit arsimor? Kur ka raste ngjarjesh, flasim për problematikë. Kur ka raste njoftohet me njëherë drejtuesi i institucionit, drejtuesi i shkollës. Dhe me njëherë njoftohet punojësi i policisë që ka përgjegjësinë për zonën. Pra numri i telefonit e ka oficeri sigurisë, e ka drejtuesi i institucionit, drejtuesi i shkollës dhe njoftohet me njëherë. Policia e shtetit merr masa të menjëhershme për të shkuar në drejt për drejt, sigurisht për të. Edhe një pyetje, kush e më shkruajnë, kush e ka kontrollin e mjetëve të transportit të fëmijëve në shkolla, sepse është një problem shumë serioz. Pra, nëse shkollat jemi vetëm i vend ndoshta në vendet e Bashkimit Evropian, kërkojmë të hyjmë në ato vende që nuk kemi stacione të qëndrimit të furgonave në qytet. Pra kemi vetëm tek shkolla dhe tek shkolla mbajnë radhën kush të hyj pari që të zejë dhe aty ndonjëherë gjobitën nga punonjësit e policisë. Atëherë brenda më thanë dhe më thonë që nëse furgoni ka 10 hyn dhe 20 vetëm. Kontrollohen nga policia, kush jep të lejen, si janë të, apo kontaktohen nga prindit, mbi ç'bazë përcaktohen përveç kritereve që duhet të jenë ngjyrë të verdhë, shkojnë shkollë baz, duhet të jenë disa kritere, të cilat duhet të jenë siç janë në vendet e Bashkimit Evropian. Tek paketa e sigurisë që përmendëm më lart edhe që ne kemi orientues edhe në bazë të asaj vazhdojmë, është dhe një pikë për sigurimin e transportit, kontrollin e transportit të fëmijëve, që është një element kryesor. Sepse ajo që thatë ju përjashtuar numrit 10 apo 12 që ka ai mjet, hipin në pra edhe 15 fëmijë, që normalisht është me rrezik, me risk të lartë. Detyrimet për këto mjete janë të përcaktuara dhe ato mjete që do të përdoren në kryesisht për transportin publik, qofse kontraktohen nga shkolla ose më saktë nga drejtoritë rajonale, arsimore, duhet të plotësojnë disa kritere të cilat janë të përcaktuara. Në rast se drejtuesi i atij mjeti dhe mjeti nuk plotëson këto kritere, atëherë nuk mund të vihet në dispozicion për transportin e fëmijëve. Pra, duke nisur që nga drejtuesi i mjetit të ketë lejen e drejtimit të përcaktuar. Mjeti duhet të ketë kontrollin teknik të saktë, duhet që të plotësoj kubaturën, duhet të plotësoj numrin e përcaktuar të fëmijëve që duhet të transportoj dhe këto mjete kontrollohen nga strukturat e policisë rrugore. Po prit mos ndalojmë vetëm tek mjeti, është më rëndësishme dhe personi që i drejton. Drejtuesi i mjetit pra duhet të ketë një dëshmi penaliteti jo vetëm tek leja, jo, prit kush është personi që e drejton, se ka në dorë fëmijët, ka në dorë 20 fëmijë. Mund të jetë pedofil, mund të jetë, ku diun, trafikues që është njerëzore, pra mund verifikohen nëse është një person me precedent penal apo jo? Kush e kontrakton, pra struktura që e kontrakton, kërkon dhe të plotësojnë kriteret e përcaktuara. Ndërsa shikojmë që privatisht prindër kontraktojnë një mjet, një furgon apo po marrë një minibus apo autobus për transportin e fëmijëve, që janë private. Janë private, jo se janë jashtë përgjegjësisë së policisë së shtetit. Sepse ne i shikojmë që ky furgon, ky mjet shkon dhe ndalon para po, në fakt edhe përgjithsisht e kanë të afishuar që është autobus shkolle. Po, e kanë të afishuar, por mbahen patjetër me nën mbikëqyrjen e policisë rrugore për të plotësuar kriteret. Këto që thoni ju, pra janë kritere plus që normalisht ai nuk duhet të jetë i evidentuar për si person me precedent kriminal, nuk duhet të jetë i evidentuar me ato cilësitë e tjera ndryshe, por për hir të së vërtetës, Fatjon, në gjithë këto vite nuk kam pasur një ankesë. Për shembull, kemi pasur mundësi të vëzhgojmë në një shkollë, për shembull, furgoni vjen me xhamë të zi.
Ndërkohë që furgoni duhet të jetë transparent, sepse janë fëmijë dhe unë duhet të shikoj si punojës policie, si qytetar, si kushdo që është, çfarë ndodh brenda furgonit, se kështu ne pastaj i fshehim nga 10 hypim 20 veta, se nuk dallohet. Se po të jetë transparent, personi është i qartë që do duket se si i trajton. Dhe e dyta, a kanë këta pyes ndoshta oficerën e sigurisë me qenë se brenda sistemit arsimor. Këta furgon kanë vetëm shoferin apo kanë dhe një person kujdestar, sepse në moment që hapet dera, ai duhet të mbajë përgjegjësi. Dikush thotë ka marrë gruan, njëri thotë unë s'kam fare, hap vet. Po si të hapesh vetë? Momenti që hapet dera, zbritet duke njoftuar, arritëm tek instinktori, arritëm pra bën njoftimin. Jo të vë muzikë, po duhet të ketë foni. Dhe nuk e di, a ka detyrim e drejtori që të kenë kamerat të brenda furgonit apo jo? Nëse ka ngjarje, siç është për transportin publik, mos jetë për fëmijët, dhe nëse nuk është, a ardh koha të vendosim kamera? Thoshta kjo puna e kamerave nuk mund të arrihet tek të gjitha mjetet e shërbimit publik. Jo, më vjen ta veni kriter, pastaj ai privati do të marrë masat vetë për të. Duhet parë edhe nga strukturat që kanë nxjerrë këtë urdhëresë, që përfshi edhe neve si policia e shtetit që mund ta sugjerojmë, ju faleminderit për sugjerimin, ndërsa për përcaktimin e xhamave që mund të jenë të errët apo transparent, problemi është i mjeteve që vijnë personi pronari i mjetit që e ka blerë mund të vi me dokumentacion të rregullt, siç i kanë dhe shtetet në be me përqindjen e përcaktuar, por jo nuk është gjithçka që mund të shikohet nga jashtë. Problemi është që duhet ta shikojmë brenda. Punojësi i policisë sa ndalon përveç dokumentacionit që kërkon për mjetin, ose qoftë që ky mjet është i përditshëm dhe punojësi i policisë e di që dokumentat janë të rregullta, ai duhet ta ndalojë herë mbas here për të kontrolluar numrin e nxënësve që transporton ky mjet. Pra për të mos tejkaluar numrin që ka të përcaktuar në dokumentacion mjeti, sepse ajo që thamë pasojat janë fatale. Dhe normalisht për problemin e shoqërimit të këtyre nxënësve mund të thotë dhe oficerët e sigurisë, por në dijenin time transportin që organizojnë institucionet, shkollat ose drejtoritë arsimore përcaktojnë dhe një mësues ose mësuese personel për shoqërimin e nxënësve. Nga në momentin e mëngjesit që i sjell dhe deri në mbritje, deri në destinacion kur i çojnë, kur fëmijët shkojnë pranë shtëpisë. Një pyetje e lidhur, unë kam pasur mundësi pak kohë më parë të bëj një vizitë në 2-3 shkolla që pata mundësi të marrë një leje nga Ministria e Arsimit, madje i përgëzoj për bashkëpunim dhe për mirë kuptimin për masat e brendshme të sigurisë. Për shembull sistemet e alarmit, sistemet e mbrojtjes nga zjarri, dyrët, jo të gjitha janë, po një pjesë ndoshta për hapjen e dyrëve nga jashtë. Pra duhet të jenë dyrët e hapura nga jashtë me dorezë antipanik, që në rast të dalive emotive dera të hapet mos bllokohet. Dyert e emergjencave. Dyert e emergjencave duhet të jenë detyrim ligjor, sepse pra këto janë shumë të rëndësishme. Dhe sistemet e pulsanteve që njoftojnë vendosje e bombulave, mbrojtëse e tjetër. Që bëhet çdo vit ndrimi i tyre. Absolutisht të thash edhe më parë që ne bëjmë një plan masash. Ne çfarë detyresh kemi në këtë moment? Për shembull, plan emergjencash, ngarkohet oficeri i sigurisë edhe me këtë gjë? Drejtuesi i shkollës i bën ndrimin e... Jo ndrimin, por supozon në rast të një zjarri, çfarë veprimesh bën? Të ngarkon ajo detyra që keni? Kemi planin e masave të cilët bashkë me drejtuesin direkt futemi në... Kush i përdor ato? Se nxënësit janë vegjël. Nuk e di mësuesi është i aftë ta bëj. Kush bën fiken ose përdorimin e fikseve të zjarrit? Në rast të zjarrit për aq kohë sa njoftohet shërbimi zjarr fiks. Në rastin konkret njoftojmë alo 129. Shërbimi zjarr fiks absolutisht që do njoftohet menjëherë. Por edhe ne kemi bërë një trajnim në akademi të cilit jemi trajnuar edhe për fikset e zjarrit. Veprimet e parë, le të qoftë një person ka frymëmarrje artificiale, veprimet e parë. Po, edhe ato... Ndihmën e parë, normal, janë në programin që bëjmë në program dhe jemi trajnuar për këtë pjesë në Akademinë e mjeteve kundër zjarrit, ndihmën e parë për dhe edhe veprimet që duhet kryen në rast të emergjencës. Kur pyesim një prind, sa i sigurt të jeti në shkollë, pyetja e parë thotë shumë i sigurt. Motivi? Ka ndryqim, ka shkëlqim, ka mur, ka këtë, sepse nuk kuptojnë dot që janë elemente të sigurisë. Prandaj edhe këto pyetje që bëjmë ndihmojnë patjetër këtë lloj informacioni që të kuptojmë ç'është shkalla e rrezikut. Tani kthehemi tek ajo, ne gjithmonë konstatojmë, sigurisht edhe këto konstatime janë shumë të rëndësishme, se evidentojmë tek ai prindi që të mos flejë qetë kur shkojnë në vendin e punës. Po të rrimë mendjen tek shkolla dhe si ai duhet të jetë më shumë kontribues
Se nëse nuk do kemi një lidhje organike midis prindit, midis mësuesit dhe strukturave policore, patjetër edhe brenda oficeri i sigurisë, që tashmë është një hallë e shtuar e rëndësishme dhe ndërlidhse midis këtyre institucioneve, por çfarë do të bëjmë për të parandaluar sa dhe si mund të fusim teknologjinë? Flasim për kamera. Ka një iniciativë qeverisë shqiptare për të montuar kamera inteligjente, jo vetëm Smart City, por edhe në veçantë edhe për shkollat. Sa të vlefshme janë ata? A është shkolla e përgatitur për një sistem të tillë? Dhe këto kamera kush do të i shikojë? Kush do ta ketë serverin e tyre? Sa akses ka policia e shtetit? Dhe si mund të parashikohet që policia e shtetit në rastet ku ka probleme të ketë mundësi të marrë në mënyrë të drejtpërdorur? Lidhur me sigurinë, kryesisht me kamerat që duhet vendosur në shkolla. Aktualisht mund të themi që janë vendosur. Ka disa shkolla në Brenda klasave? Kryesisht në Tiranë, jo. Kryesisht në Tiranë, në ambientet... Në mos gaboj kështu që një fjali e kryeministrit, pra që të vendosen edhe brenda në klasa, në mënyrë që prindrit monitorojnë edhe fëmijët e tyre. Jo, prindrit jo. Po flas momentalisht që janë vendosur disa kamera në disa shkolla. Kemi në Tiranë, për shembull, kemi rreth 20 shkolla që i kemi me kamera. Kryesisht në ambientet e brendshme, por monitorojnë edhe një pjesë të ambientit të jashtëm, të cilat i administrohen nga drejtuesi i shkollës. Dhe në rast nevoje, në rast të një ngjarje ose të një dyshimi që mund të ketë policia e shtetit, ato vjen në dispozicion nga drejtuesi i shkollës dhe pas kësaj pastaj nga policia e shtetit kryen veprimet. Bëhet gjithë veprimet procedurale dhe nuk kemi pasur asnjë rezistencë, asnjë mungesë prekupacioni nga drejtuesi i shkollës për të vendosur në dispozicion këto kamera. Nisur gjithmonë që janë kamera të vendosura nga shkolla, jo të vendosura në rrugë siç kemi tani për Smart City. Projekti Smart City është një projekt i madh i rëndësishëm që është për të gjithë vendin, por këtu përfshihen edhe shkollat. Pra do të kemi edhe në shkolla, që është element i rëndësishëm që është dhënë prioritet edhe nga qeveria, që në këtë projekt ne jemi përfshirë si polici shteti, kemi dhënë mendimet tona, qoftë për qytetin, por edhe për objekte të rëndësishme që me vlerësim risku gjithmonë, kemi bërë vlerësimin e risku dhe ku duhet të jenë. Një nga këto janë edhe shkollat. Shkollat të cilat do të mbahen në monitorim, kuptohet pa cënuar ato privatësim, pa cënuar rregullat e brendshme të shkollës, por që do të jenë në monitorim. Dhe këto janë serveri qendror do të jetë në shkollë, por janë gjithmonë në dispozicion të policisë shtetit. Janë pronë e shtetit dhe do të jenë në dispozicion të policisë shtetit. Interesante, sepse thash siguria është një problem bazik, nuk është shërbim, është pjesë integrale dhe ne kemi shumë raste në vende të tjera, të cilët kemi pasur jo pak po goxha problematika në Shtetet e Bashkuara, kemi pasur në Çeki, kemi pasur në Serbi, kemi pasur akte terroriste dhe veprime që ndodhin në shkollë. Prandaj elementi i filtrimit, i kontrollit, i identifikimit të personave që hyjnë, i regjistrit që mund të ketë për vizitorët apo jo dhe ora kur ata hyjnë, është shumë rëndësishme sepse oficeri i sigurisë është filtri i parë, është pengesa e parë, është kontrolluesi i parë. Nuk është vetëm problemi i detektorit, sesa identifikimit të këtyre personave. Dhe mbajtjen nën kontroll e personave, sidomos kur këta persona nuk kanë lidhje me shkollën, nuk i lidh asgjë me shkollën. Si bëhet që një fëmijë kur del për shkak gjatë orarit të mësimit mund të largohet nga mësimi? I ka këto shanse, i ka këto mundësi, për shkak Italia, po t'jap modelin dhe e krahasoj gjithmonë Italinë, e para se është antar i G7-s dhe është një vend fqi. Po dhe ne kemi marrë shumë Italia e ka këtë model që në moment që ti largohesh si fëmijë, nuk e mban dot me zor fëmin, ai atëherë njofton prindin dhe të nesme nuk vjen, nëse nuk vjen një letër me shkrim nga prindi që ti ka një motiv. Problemet janë të shumta. Është e pamundur që brenda një ore të ezaurosh ata. Por mendojmë që ato çfarë prekëm, ato çfarë ne trajtuam, ato çfarë ne së bashku diskutuam, të vlen institucioneve. Ne madje do të kemi edhe emisione të tjera, emisione të cilat mund të jenë brenda një institucioni, siç mund të jetë shkolla apo tek policia apo tek komuniteti, në mënyrë të tillë që të bëjmë pamundurën që jeta e fëmijëve, siguria në shkollë, qetësia që duhet të japim, do të jetë shumë e rëndësishme. Faleminderit shumë. Shihemi në emisionin tjetër së shpejti.